A keni thënë ndonjëherë që do ta le, u lodha, do bëj atë gjën e bukur, se unë ndonjëherë fleme them jo, se dhe unë lodhem shumë në këtë fushë që është e vështirë e re, në mëngjes them po, të vazhdoj, nuk të iki. Dëgjoj, kjo është një histori, ngjitje, zbritje, shëshqitje, momente të caktuara, ndihesh i rrëzuar, ka shumë presion, stres, ka momente dhimbje fizike, sepse është shumë e vështirë, besoj unë, ose ndoshta është dhe e pamundur për ditë që t'ja të shpjegosh dikujt që kur arrin në maj je vetëm. Që do marrësh përsipër edhe energji negative të dikujt që s'ta kupton atë jon ose të tjerë. Dhe patjetër që në moment caktuara mund të vit plasësh edhe në moment caktuara mund këtë ardhur që të them. Por ajo që kam vënë re është që ajo lëre këtë punë është si përfaqësore. Nuk vjen nga shumë thellë. Domethënë është një akumulim që të vjen një moment edhe thua, por që ta kem insistuese jo. Se në momentin kur fillon bëhet insistuese, atëherë ti duhet kuptosh që ka mbaruar zjarri.